Si ka fillu rrugtimi jotë në modelizëm? Ja ka fillu prej 6 vjetë, që kom cekëve në për intervistat e tjera, kur e kom pas bona agjenci modelizmi, sfilada, fotosesione, reklama, dhe tash unë mbyll për arsye që ka shkuja shteti për modelizëm, edhe tash më të shku në kurs tjetër modelizmi, ku jem të bashkëpunu me Kaja Couture edhe Eda Web, edhe tash kam hala projekte të arshme. Përmandëm pra në moshën 6-7 vjeqare, që ka qenë ajo eksperiencë, në të shtatë që ka të kanë gjallë interesim? Kanë gjallë se shpesh i kom djek edhe më ka pëlqy shumë që është dalin skenë, si përformujnë do dhe fanë me ecën e të tyre, në pasarejt e kështë më rallë. Se atë janë vetit që duhet mi pas një model si pas teje? Normalisht spari edhe më rëndësishme është mi kushtu rëndësi pamjes, e dyta është edhe e ecënja që shëbën, edhe veshjet, kështu kombinimi veshjeve, edhe shumë ka rëndësime kanë pozitiv, edhe pse nuk është pjesë që kërkon do e fanë atë shumë se e ecën është, po kërkon pozitivitet shumë. Pra është një aure energjisë mujna me thonë? Po, kërkon energji. Po besoj edhe vetëbesimi këto është diçka që kërkohet, sepse guxime për medalje dhe me ecë, ndoshta keni publik shumë të madh para teje, mundet me kap stresin, ndoshta një person zakonshëm, por një model ndoshta ka ato në kokë. Po normalisht shumë model nuk kanë domethënë guxim për mi bë disa sende, edhe kushdo që ka guxim normalisht që arrin pak më shumë, sepse vëmendja normalisht tonë të kërkojmë. Pikërisht edhe përmendëm për kujdesjen për pamjen. Është kjo një pjesë që ndoshta duhet me mbajt gjithmonë, jo vetëm para daljeve të ndryshme në skenë, pra duhet me qenë një rutina fatgjate. Po, për arsye sepse edhe për ftesën e juve dhe shumica tjera që më vinë, normalisht duhet me qëndru gjithmonë i përgatitun. Si përgatiti vetëm para një dalje skenike? Normalisht spari me veshjen, ku i bëj shpesh bashkëpunimet me Kaja Couture që përmenda, edhe pjesën për pamje, e kështu me radhë, ndryshme janë, prova për ecnje, e kështu me radhë. Pra, nuk është vetëm një ecme zakonshme, por kërkon stabilitet, ndoshta, ekuilibër, e kështu. Ndryshmëri. A ke vrej vetën që ndoshta e përmirësu gjatë viteve? Po, normalisht do vetë shkon njëri të përmirësu për gjithë qka, edhe për këto e kom vrejt shumë një davem do me fanë të mau, prej kur im kanë 6 vjetë dhe tash normalisht. Pikërisht jeni ri, pra ju ende jeni ri, pra 13 vjetë, por goxha keni një karierë, kështu, pra keni përmirësu, sepse në moshën 6 vjeçare, ndoshta kemi personat që t'janë prirur për këtë gjë, pra dhe vazhdojnë, pra ushtrohen dhe e kanë ndoshta dhe ecin e lindur për modelizëm, mu dhe me thonë, po ashtu edhe pamjen. Po, normalisht, tash t'i kërkon që shfashave do me thonë një mbajtje, për me mbajt vetën para ndaljeve në skenë, gjithashtu kërkon edhe me mbajt edhe modelizmin, sepse shumë persona janë kanë model 6-7 vjetë, apo si unë, do me thonë edhe e kanë ndalë pastaj, po unë e kur nuk kom vrejt diçka, do me thonë, që jë ndalë, po çdo vjetë ma shumë shtu ajo, do me thonë, që më ka ngrej pak ma shumë për modelizëm. Pra jo a keni fillu karierës goxha herë, kështu që jeni disa vite për para modelve tjerë, kështu mu dhe me thonë. Po. A më ndonë se kemi më rriti konë, cilë është taj piknisja, pikqëllimi juaj për me më rriti konë ndoshta deri në moshën 20 vjeçare? Normalisht këm dëshirë me arrit shumë, po andër e këm do e fanë me ba sfilada jashteti, shumë pëlqen, me bashkëpunu me firmat ndryshme, e kështu me ra, me firma ndërkombëtare. Pikërisht sepse dalja pra në skena ndërkombëtare është ajo që neve dhe si shtatë nga qënë për para. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kulturën pra kemi të manetshme, shumë të pasur, si ka muzika, si ka arti, gjitha fushat, po ashtu edhe në modelizëm. Cila ka qenë sfilata jote e parë? Ka një sfilat të them e vogël, ju diçka një sfilat sikur e kalumja që e kom patë. Ka qenë një sfilat ku u banë në një restorant apo hotel, nuk po di shumë me fanë, ma saktësisht, u kanë ku u banë me neve modelat e agjencisë, ku i na kanë, e kemi pat një sfilat dhe ajo kanë normalisht e mirë për mu, sepse u kanë fillimi jem, dhe normalisht ajo nuk harrojt se u kanë fillimi. A ke çfarë emocione ke pas kështu mas pari për këtë dojnë skenë, sepse ndoshta tash me krahasu nuk ke emocione fare, por atëherë sfilata e parë sidomos.
Normalisht atëherë në kanë emocionet të themi vëtëherë ma shumë se tash. Tash nuk është që kam shumë, për normalisht edhe nëse i bëj 20 vjet apo për mi 20 vjet, normalisht që gjithmonë emocionet janë të na. Nuk kemi vetëmi. Po, pikrisht është një sasi kështu e vogël e stresit mundemi me thonë, por para përgatitja është ajo që na siguron që gjithçka ka me shku shumë në rregull dhe dikur bëhet edhe pak rutinë. Po. Cila ka qenë ndalja në skenë e cila të kalon ty mbresa më së shumte? Në Big Brother, kërë kom pat të themi nga fillimi i shkurtit, me të shkurtu realizu, edhe pastaj është publiku tek banorët edhe është transmetu gjatë projmit, edhe për mu kanë diçka shumë e mirë, arretshme, edhe ajo kanë diçka që më ka jep shumë vetë besim. A mundesh me na përshkru gjithë to asë eksperiencë, sepse është ndoshta një mundësi që nuk i vje gjithë kojt mundemi me Po, thonë. kjo kanë një eksperiencë cila ja ka fillu të themi muj para se me e ba, se ja ka fillu në vjetore kena bave kontratën me Ida Web, e cila ma ka bave sfiladën, i kemi në nshut gjitha do me thonë për pjesën e kamerave për gjithë, edhe pastaj i kemi gjithë veshet bashkë me organizatoren, edhe na ka caktu një datë, një orë, edhe i na shku e kena banë gjithë. Jonë kam përgatitit shumë të mira normalisht, e kemi pat atë ndjesin shumë të mirë të emocionit, normalisht na u ka dogë gjithë e vetja me vëmendje, edhe pse nuk ka pat të themi shumë njerëz mbrapa skena, po skenë ka pat normalisht shumë. Por publiku ndoshta audienca më e madhe ka qenë gjatë projmit, sepse ka pasur shumë shikime dhe unë kam parë edhe një koment që zakonisht ju referohen si lëndrimi i vogël, kështu që duke marrë parasysh që ka qenë fituese, ka dalë mirë. Mu kanë referu me pjesën e fjallës të lëndrimi i vogël, për arsye se normalisht në Kosovë e kemi edhe këtë pjesën që modele ma shumë janë femrat, e jo djemët. Edhe tashti unë atë sfiladje më kanë veç unë e djallë, po kanë edhe një djallë tjetër, ama kështu vizë vetë unë jëmë kanë. Edhe do me thonë jëmë kanë krejt vetë kur komicë, edhe tani do me thonë lëndrimi edhe Klodi ju këmë bëgjy shumë. Po, këna po dhe prej banorëve ka pas shumë komente të mira. Po ashtu edhe në rrjetet tua sociale e kemi pa që keni shumë vështetje, keni edhe një fansat e juve, kështu të cilët me të vërtet ju suportojnë. Po, unë për veti po të regoj drejt, para se me pas filadën, komendov që okej, një mbështetje e kam, po nuk ma ka marrë menja që muna e pat një mbështetje ka që të madhe që kam për momentin, edhe ajo më bërë më ndi shumë mirë, me vazhdu ma shumë, se normalisht edhe nëse nuk i kësha pa mbështetjen, kësha vazhdu prap, po ndryshë është, kur ki ndryshë është, kur nuk ki normal. Kush ka qenë personi i parë që ka shpreh mbështetjen e tyre apo suportin? Familja normalisht. A keni kështu naj person të familjes i cili ndoshta ju ka shty ma shumë ka kjo? Jo, veç unë jam. Kështu që ju ka mbështet ma shumë, ndoshta për shembull njëri prej anëtarëve të familjes? Normalisht prindrit.